Bashkia Durrës ka nisur zbatimin e ligjit të ri për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa, duke u kërkuar qytetarëve që të krijojnë asambletë dhe të zgjedhin kryesinë e pallatit të tyre. Të gjitha informacionet e nevojshme gjenden pranë njësive administrative dhe u kërkohet qytetarëve që ta iniciojnë sa më shpejt të proces, i cili është mjaft i domosdoshëm për të garantuar mirëmbajtjen e ambienteve të përbashkëta në godinat kolektive. Bashkia nëpërmjet njësive administrative këtë synon së pari këtë informim në masë të gjerë të banorëve për këtë detyrim që ata kanë për konstituimin e asamblesë dhe kryesisë. Ky proces është shumë i rëndësishëm sepse asambleja përpron organin më të lartë vendimarrës dhe kryesia ushtron ato funksionet ekzekutive. Vetëm pas konstituimit të asamblesë dhe zgjedhjes së kryesisë mund të vijohet më pas me procedurat ligjore që ligji përcakton, që kanë të bëjnë me përzgjedhjen e administratorit, por edhe me të gjithë procesin që nënkupton mirëmbajtja e pronës së përbashkët. Një pjesë e konsiderueshme e popullsisë së Durrësit ndodhet në emigrim dhe kjo ka krijuar vështirësi për administratorët aktual në pallatet e ndërtuara pas viteve 90 për të mbledhur jo vetëm tarifën e administrimit, por edhe të tjera detyrime të përbashkëta që lidhen me mirëmbajtjen e godinës. Përgjatë viteve të tranzicionit, shumë ndërtesa janë të pambuluara nga çdo formë menaxhimi, gjë që sjell shpesh konflikte mes banorëve të një pallati. Në ligjin e ri sanksionohen masa administrative për ata që shmangin detyrimet kundrejt administrimit të pallatit. Ligji parashikon që në rast se këto detyrime nuk përmbushen, parashikon edhe sanksione që janë gjoba që mund të shkojnë në masën nga 5.000 deri në 10.000 lekë të reja. Këto aplikohen në rast se nuk përmbushen këto detyrime që ato kanë për mirëmbajtjen e pronës së përbashkët. Duke qenë se ligji i ri kërkon që çdo ndërtesë me më shumë se një pronar duhet të ketë një administrator, individ ose shoqëri të certifikuar nga bashkia, pushteti vendor në Durrës u kërkon qytetarëve të përmbushin sa më shpejt detyrimin e tyre ligjor. Të gjithë banorët të drejtohen pranë njësive, ku përveç se do t'i shpjegohet, si thua, edhe ana ligjore e gjithë kësaj procedure, ato do të kuptojnë që nuk duhet të mbetet ky zbatimi i ligjit, nuk duhet të mbetet thjesht një akt formal, por ato duhet ta shikojnë si një mekanizëm që është në shërbim të tyre, e cila arrit, si thua, edhe vlerën e pronës së tyre. Sepse ashtu sikurse kujdesen për atë njësinë individuale, po njësoj duhet kujdesen edhe për pronat që i gëzojnë në bashkëpunësi me banorët e tjerë. Ligji i ri i bashkëpronësisë synon të forcojë bashkëjetesën urbane, të mbrojë vlerën e pronës së përbashkët dhe të sigurojë cilësi më të mirë jetese për qytetarët.